Mirë, shkojmë në Kryeministri, është Kryeministri Edi Rama në rubrikën e tij Symbësi. Alternativa jote 12 vite kryeministri, cila është më votoni mua se ka 10 sala, por e di ti që i ke institucionet shtetit që të zë ka me mendu me shku me zgjith, i ke drejt mbushur me ignorant të nivelit somalian, të thuash i fyen somalianët në fakt nuk fyen somalianët fare, ti ledio fyen vetëm të ndër me këtë lloj gjuhe, se nëse do ishte kështu, të paktën minimalisht ne nuk do ishim fare gjëkundi në tryez me Bashkimin Evropian për të hyrë në Bashkimin Evropian. Dhe që ta dish ti, Bashkimi Evropian ka jo 1, jo 2, jo 3, jo 4, po 10 persona që merren pikërisht me këto tema, dhe një nga temat është monitorimi i administratës, i funksionimit të administratës. Që do të thotë se po tjetë se do kishte diçka të vërtet nga kjo që thua, ne nuk do ishim sot vendi me kalendarin e miratuar bashkërisht në Komisionin Evropian për të ndodhur negociatat brenda 2027 dhe për të bërë antar të Bashkimit Evropian. Dhe nëse shikon raportet e bëra nga ekspertët e Bashkimit Evropian për funksionimin e administratës, do shikosh që Shqipëria është në vendin e parë në rajon klasifikim. Në rajon. Tani, ti thua shkon në institucionet e shtetit, zë koka me mendu, po pse do të shkosh në institucionet e shtetit për shembull? Ti ke platformën i Albania, të gjitha shërbimet, 95% përveç atyre shërbimeve të pasaportës kur duhet lësh gjurmët e gishtave apo kur duhet martohesh etj, po një grup i vogël shërbimesh janë ende pa akses të plot në Albania. Pse do të shkosh ti në institucionet e shtetit? Çfarë do të zgjidhësh ti në institucionet e shtetit që nuk ta zgjidh platforma e Albanias? Pyetje. Dhe alternativa ime cila është? Alternativa ime është më e qartë se kur, më e kthjellët se kur, më e dukshme se kur. Shqipëria në Bashkimin Evropian. Kemi një gjë kundër kësaj? Dhe gjithë kjo rrugë ka qenë një rrugë e mundimshme patjetër, por për ta sjellë punën këtu, jemi një hap larg. Një hap është konkrete, është reale, është aktuale. Prandaj lëri këto prava me mbret edhe fokusohu tek Shqipëria në Bashkimin Evropian. Shqipëria në Bashkimin Evropian është e gjitha. Në rast dhe kur ne të futemi në Bashkimin Evropian, ne do të kemi shumë gjëra plus nga ato që kemi sot. Në nivelin personal, ti do kesh një pasaport europiane, një pasaport e cila ty do të bëj qytetar europian të barabartë me të gjithë qytetarët e Bashkimit Evropian në çdo drejtim, që nga liria jo vetëm për të lëvizur, po për të hyrë në çdo vend Bashkimit Evropian pa të nxjerr të ajo radhë tjetër që të ndin çiktej dhe pa kaluar te polici që të bën intervista ku je, kush je, nga vjen, ku shkon, sa do rish etj. Tek të gjitha të drejtat e tjera, duke filluar nga e drejta e qëndrimit aty për çfarë do qoftë që ty të intereson, e kthimit lirisht këtu, e mobilitetit tënd edhe si një forcë pune. Tani, kjo është personale. Kolektivja është shumë evidente. Nëse Shqipëria hyn në Bashkimin Evropian, dhe në moment hyn në Bashkimin Evropian, ne kemi një buxhet ekstra. Dhe në atë buxhet ekstra mund të bëjmë shumë gjëra të tjera. Përveç faktit që në momentin që hyn në Bashkimin Evropian, ne kemi garantuar një mirë faktin që nëskush më nuk e kërcënon barazin para ligjit dhe nuk kërcënon kërkimin përmbys të gjithë kësaj përpjekje të madhe që kemi bërë për reformën drejtësi. Tani, çfarë do të them? Do të them që çfarë dil nga ai territor ku je ngujuar dhe shikoje realitetin
pak më ndryshe se sa që shikon. Okej? Edhe unë nuk të votoni mua se ka rjetë bufi knedës, se që është në rjeve, kjo duket qartë, po kjo është çështje e moshës, kjo është çështje e atyre që vazhdojnë e lënë rrugëve të bëhet meme për ditë. Por unë them votoni për mua sepse vetëm unë dhe Partia Socialiste e bëjmë këtë hap të fundit për të kyçur Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Nuk e bën dot askush tjetër. Kjo është shumë e qartë dhe i ka të gjitha argumentat. Nuk e bën dot askush tjetër. Cili do tjetër, minimalisht do të shkaktonte një shtyrje dhe një vonesë që pastaj mund sillte mbylljen e asaj dere. Ajo derë është hapur, jo thjesht për arsyeën tonë, por edhe për arsyeën e tyre. Por në historinë e zgjerimit në Bashkimin Evropian, ajo derë shtu ka shkuar, është hapur dhe pastaj është mbyllur. Është rihapur dhe është rimbyllur. Tani është hapur, do ta lëmë të mbyllet me këto broçkulla? Unë mendoj jo. Unë mendoj do të fokusohemi përtej të gjitha atyre që mund të kemi në raport me njërin e në raport në tjetrin. Përtej të gjithave. Nuk mund më thua është i mua që administrata shqiptare është somaleze. S'mund më thua është do të këtë. Dhe nuk mund më thua është do të për arsyeën e thjesht se sot ta thash 95% e shërbimeve që i merr nga xhepi, i merr nga telefoni që nga xhep, më saktë se nga xhepi se nuk paguan asgjë. Dhe 620 milion euro janë kursyer shqiptarëve nga pikërisht kalimi në shërbimet online. Ky është auditi ndërkombëtar që ne kemi bërë platformës. 620 milion euro janë kursyer shqiptarëve. 33 milion euro janë kursyer vetëm atyre që kanë marrë shërbime nga jashtë vendit. Deri dje duhet vinin këtu për të marrë ato shërbime, për çdo edhe për certifikat duhet vinin këtu. Sot i marrin nga andej, nga Australia, shërbimet në platformë. Ka probleme, patjetër që ka probleme. Nuk diskutohet, por ama ku e ku me qishte dhe një hap larg Bashkimit Evropian. Një hap, vetëm një hap. Kuptove? Si nuk del një politikan dhe të thotë do rrisim pensionet 300 euro në muaj, por vetëm propagandë. Akoma nuk kemi ujë 24 orë, vetëm 2 orë ujë në ditë dhe ai pa presion. Nuk e di ku banon, mund të gjendesh mbase në një zonë ku ka vetëm 2 orë ujë në ditë dhe ai pa presion, sepse ka ende zona të tilla, por po të informoj. Që kur ne morëm detyrën, kishte vetëm 4 zona urbane në Shqipëri me 24 orë ujë. Sot ka 43 zona urbane dhe 98 zona rurale. Dhe në ndërkohë janë 11 kantiere të hapura aktualisht që flasim. Dhe kur flas për këto zonat, flas për zona me 24 orë ujë. Dhe në ndërkohë i gjithë projekti përmbyllet në mandatin e 4-të, ku ka financime dhe projektet, disa janë në kantier, disa të tjerë, 5 të tjera faktikisht do të hapen kantieret. Pra 16 kantiere mungojnë për ta përmbyllur këtë proces që t'jemi të qartë bashkë. Ndërkohë që përsa i përket pensioneve 300 euro, këtë mirë që nuk e thot njëri se kjo do t'ishte pastaj një katastrofë e paralajmëruar. Për arsyeën e thjeshtë se kam shpjeguar disa herë, pensionet nuk janë çështje dëshire. Nuk ekziston kryeministër në planet, edhe ai më i poshtri që mos dojë të rrisi pensionet dhe të rrisi sa që kanë qef njerëzit, apo rrogat, apo. Por, dallimi është se ai që është i përgjegjshëm në raport edhe me fëmijët, jo vetëm me të rriturit, nuk bën gjëra të cilat nesër i paguajnë fëmijët. Nuk ndërton piramida që pastaj zën brenda gjithë vendin, siç e zonë në 97. Dhe prandaj tek pensionet që bazohen tek fondi i sigurimeve. Pensionet bazohen tek fondi i sigurimeve. Pra, paguajmë të gjithë për pensionin dhe ndërkohë me ato që paguhen pensionet aktualisht. Kuptove? Kështu që ne synojmë
që deri në 2030 të mund të arrijmë tek minimumi pensioni minimal 200 euro deri në 2030. Ndërkohë që për ata që janë në sigurinë të plota të kemi një pension mesatar 400 euro. Por kjo është rruga. Rruga tjetër, ajo që flet ti, është një rruga e katastrofës. Dhe këtë ne nuk e bëjmë dot. Dakord? Dhe në ndërkohë kemi thënë dhe përsëris që pensionistët po marrin bonuse domethënëse në raport me të shkurën dhe do vazhdojnë të marrin bonuse, në ndërkohë që ne gradualisht do të çojmë pensionin deri në atë minimalen që sapo thash. Para se të prisni shëritin me ceremonia i kualidon kush ato rrugë, po patjetër që ju kualidon, nuk diskutohet që ju kualidon. Apo i shikojnë në 3D dhe ju duken kategoria A. Për çfarë ke fjalën tani? Jam kurios ta di kur kaloj rrugën e Thumanës, nëse ke vërejtje edhe për rrugën e Thumanës, nuk të ndihmojmë dot i dashur Eri, nuk të ndihmojmë dot. Nëse ke vërejtje, nëse rruga e Thumanës ty nuk të duket si kategoria A, atëherë nuk të ndihmojmë dot. Më vjen shumë keq. Kështu kërkon votën tipik njëri ndërmel që gjithmonë i harron hallet e veta, apo të popullit që drejton dhe merret me budallënj, se di se ekzistojnë njerëz që u mbështesin. Po ja që ekzistojnë dhe ekziston një shumicë njerëzish. Dhe po të siguroj që ajo shumica ka gjithmonë të drejtë që ta dish. Kështu që pastaj kjo pjesa e Dembelit më kanë thënë çdo gjë. Të gjitha mi kanë, po këtë Dembel s'ma ka thënë njeri, më thënë drejtën. Madje dhe Luli thotë që unë ri pa gjumë se bëj punë të liga. Po vetëm Dembel nuk ma ka thënë njeri, kështu që nuk e di ku e gjete këtë, po s'ka problem, paska dhe pseudonim AL Durrës 2002, edhe duhet t'jesh nga ata të kënetës në Durrës, humbje të madhe do marrë këneta në Durrës këtë herë, shumë të madhe. Uli majt janë, për nuk pëlqen serializmi që janë ta duhet rokitje pa lidhje pse hyri brenda një kryeministër që paguhet për të shërbyer popull, nuk e kuptova këtë. Premtove për linjë direkte në Yll Tiranë, a do realizohet këtë vit, është duke u bërë procesi me aviacionin federal të Shtetet Bashkuara dhe me aeroportin e Tiranës, por është një proces që kërkon kohën e vet, kështu që kjo nuk varet nga ne. Unë nuk kam premtuar ta bëjmë brenda 2025, unë kam premtuar që do të fillojmë dhe do të bëjmë procesin. Dhe e kemi filluar procesin, eksakt. Por a do të realizohet që të ulet avioni i parë brenda 2025 apo nuk do të realizohet, kjo është gjë që do ta shohim në proces. Unë shpresoj deri nga fundi i vitit, por është diçka që do ta shohim në proces. Po ku ka ujë 24 orë, zoti kryeministër? Ka në ujë 24 orë, dhe një falë, ti që flet ke shkuar në të gjitha zonat e Shqipërisë dhe ke hapur rubinetin? Ujë 24 orë ka në 43 zona urbane dhe në 98 zona rurale të Shqipërisë. Dje në syrin e vogël ju përgjigja dikujt nga Durrësi dhe i shpjegova se ku ka në Durrës, në cilat zona të Durrësit ka ujë 24 orë. Ka. Dhe në pjesën më të madhe të Shqipërisë ka ujë 24 orë, do ti apo s'do ti, duan apo s'duan ata që s'duan. Ka pjesë të tjera që akoma nuk është ujë 24 orë dhe për këtë po punohet, por edhe herë tjetër, në pjesën më të madhe të Shqipërisë ka ujë 24 orë. Ky është fakt, si ta themi që nuk ka? Ka. Po legalizimet ku i premtove asgjë nuk bëhet falas, vetëm lekë tuan, unë që s'kam dhënë lekë, këto janë të shti muhabete pa lidhje. Ne kemi bërë 270.000 legalizime. 270.000. Janë dhe 60.000 që kanë mbetur, vazhdojnë. Janë ato që kanë dhe vështirësi
të natyrës ligjore. Ndërkohë që janë bërë 270.000 legalizime, mbi qerek milioni, dhe një çdo me thënë ku i bërë, ja pra i bërë, si që i premtuam i bëm, dhe po i bëjmë dhe duhet ta përmbyllim këtë proces brenda mandatit 4, sepse janë numra shumë të mëdhenj, dhe nuk bëhen si komentet këtu, që bën një koment edhe kthehesh nga ana tjetër dhe ja fut gjumit. Rame duhet rrugë, jo pasaport, nuk kemi shtëpiat në Bruxelles, por i kemi në katunat e librarit do Rame. Tani, që të shpjegoj dhe njërë tjetër, e para rrugët që kemi bërë edhe në zona e Librashtit janë shumë. Pa tjetër që ka ende rrugë për të bërë, nuk diskutohet kjo. Por që të bëjmë më shumë rrugë, na duhet ajo pasaporta. Se si lidhen të rria pasaporta në rrugët. Ajo pasaporta buron nga të qenit antarët të Bashkimit Evropian. Në momentin që ne bërë antarët të Bashkimit Evropian, marrë një buxhet ekstra. Pra, nëse deri më sot, në gjithë këto vite, ne nga Bashkimi Evropian kemi marrë rreth 1 miliard e ca, 90% kredi, 10% grant. Në momentin që bëjmë një antar, ne marrim 1 miliard e ca në vit, 90% grant, 10% kredi. Kupton tani se çfarë po flas? A e kupton se po të them mos u merr me orame, se atë me atë merr Luli, është copyrighti i Lulit, mos i merr edhe atë copyright që ka. Se atë ka, la i thaj Rame, nuk ka gjë tjetër Luli shkret. Tani lëre Luli, fokusohu këtu. Mos u merr fare të pëlqen, s'të pëlqen Rama, të pëlqen, s'pëlqen PS-ja. Rama dhe PS-ja janë sot në kohën e dur, në vendin e dur që të hapin rrugën ty dhe të gjithë shqiptarëve duke të dhënë pasaportën në dorë dhe t'i japin Shqipërisë një buxhet ekstra duke e futur në Bashkimin Evropian. A kuptove? Fokusohu këtu që po të them. Këtu fokusohu, ke kohë të merresh me Ramën e me PS-n. Sa të dush, po fokusohu këtu njerë. Është patriotike kjo që po të them. Duhet ta shohim njëri tjetrin në sy si shqiptar. Jo të rrim t'i gjejmë qimen në sy tjetrit dhe mos shohim traun në syrin tonë, kur thotë ajo shprehje. Po duhet ta shohim njëri tjetrin në sy si shqiptar. Edhe duhet kuptojmë që si shqiptar duhet lidhemi bashkë të gjithë dhe të fusim Shqipërinë në Bashkimin Evropian, duke filluar që nga domosdoshmëria për sigurinë, sot popujt e Bashkimit Evropian e mbështesin më shumë se asnjë tjetër Bashkimin Evropian, për cilin hitnin vickla deri ca kohë më parë, sepse kuptojnë që është perimetër sigurie. Siguri në kuptimin e drejt për drejt fjalës. Pastaj për barazim para ligjit dhe pastaj për mirëqenien, për rritjen e mirëqenies. BE-ja është bekim për vende si Yni, që në momentin që hynë janë vende përfitus, kontribusit janë të mëdhejt, si një familje, të veçlit janë përfitusit në BE. Dhe 1 miliard e kusur euro çdo vit janë shumë për ne, dhe duhet i marrim një orë më parë, kuptove? Kuptove apo s'kuptove? Kuptove pra, kuptove. Zoti kryeminist rroga minimale duhet të ishte 600 në fund të këtij mandati. Nuk e kemi thënë kur këtë, premtimin pa mbajtur. Se kemi thënë kur këtë që rroga minimale duhet 600 në fund të këtij mandati. Rroga minimale nuk vendoset kështu se kështu do. Asnjë rrogë, asnjë pension nuk vendoset se duam ne. Po vendoset duke bazuar tek llogarit, sepse nuk është diçka që jep sot dhe heq nesër. Po edhe një herë duhet ta japësh gjithmonë dhe duhet bësh projekcion të qartë që do t'i kesh ato para gjithmonë. Paga minimale në qershor do të vendoset që të bëhet 500 euro dhe do të hyjë në fuqi në 1 janarin e vitit tjetër. Sepse paga minimale nuk është kaq e thjeshtë sa duket, sepse do t'ja imponosh kompanive. Kompanitë kanë mundësit ose pa mundësit e tyre. Dhe nga ana tjetër, paga minimale ndikon në
fuqinë konkurruese të vendit, e të tjera, kështu që nuk është kaq e thjeshtë. Imponohet ti thuaj kaq, po nuk e bëjnë dot pastaj. Si bëhet? Po sa kapituj ka mbyllur Serbia, po Marizi, vetëm kapitulli i reformës në drejtësi nuk kalon dot ti. Muhabet kot Kendian Rapushi. Qa muhabetesh janë këto? E di ti që ka ndryshuar metodologjia i dashur. A di këtë e para. E dyta punës, a i digjon mirë dakord, mos më beso mua. A i digjon ti çfarë thon përfaqësuesit më të lartë të BE-s? Digjove çfarë tha komisionera për zgjerimin, duam Shqipërinë në BE brenda 2030-s dhe duam mbyllim negociatat deri në 2027-ën, çfarë janë këto muhabete? Po sa kapitull ka mbyllur, po sa kohë kanë ata? Dhe po të them që nuk ka lidhje kjo, është muhabet pa lidhje kur i thon fjalës. Sepse këtu janë përputhur dëshirat, janë përputhur qëllimet, janë përputhur yjet e fatit. Për e të parë, qysh nga 90-ta. Ata jo vetëm thonë ju duam në BE, po thonë ju duam tani në BE. A kuptove? Kështu që duhet fokusohemi këtu. Dakord? Kërë sa kapitull ka mbyllur Serbia e Malizi, se këto janë muhabete kafenesh. Malizi ka filluar përpara se sa ne të vinim qeveri negociatë. Ne kemi filluar vjet. Dhe sot jemi 2 vendet pararoj, front runners që i quhen Bashkimi Evropian, për të hyrë në BE. A kuptove? Çfarë muhabetesh janë këto? Sigur flasim për Zoti Kryeminist, a ka korrupsion në Shqipëri? Dhe çfarë do bëni? Siç e shihni, korrupsioni në Shqipëri po luftohet më shumë se ç'është luftuar kur në një tjetër. Për herë të parë në historinë e Shqipërisë po ndodh që njerëz të lidhur me pushtetin politik hiren nga prokuror dhe gjykatës të pavarur nga pushteti politik për herë të parë. Dhe kush thotë që kjo nuk ka lidhje me mua dhe Partinë Socialiste, nuk thotë vërtetën. Nuk thotë vërtetën. Jemi pikërisht unë dhe Partia Socialiste që e kemi sjell këtë risi historike në jetën shqiptare. Që nga 1912, kur është ngritur flamuri i pavarësisë dhe kur është krijuar qeveria e parë, dhe deri para pak vitesh, në Shqipëri kur një person i lidhur me pushtetin politik nuk është hetuar dhe gjykuar nga një drejtësi e pavarur. Kur janë pushkatuar, po, ministra, edhe janë varur në litar, po me urdhër nga kjo zyrë. Ku këtu në këtë zyrë gjendej shpata. Shpata që duhet rri gjithmonë në dorën e zonjës drejtësisë. E kishte pushteti politik. Ne e dorëzuam shpatën. A kupton? Ne e dorëzuam shpatën, kështu që ky është kulmi i vullnetit për të luftuar korrupsionin. Kush thot diçka tjetër dhe flet ndryshe, flet gabim. Këtë ditë them unë. O zoti këmë, ama a i ishte programi, s'mora vesh gjë për zotin. Për qa programi ke fjallën dhe qa do të marrësh vesh që s'mora vesh ti. Kreshnik se ke programi. O zotri, ne jemi në qeveri, ne kemi programin qeverisës të stër detajuar në çdo fush. Ne jemi në negociata me Bashkimin Evropian, si mendon ti, me Bashkimin Evropian bën negociata ja fjalë vërtet, bën negociata me i vend që s'ka program. Qa muhabetesh janë këto? Mos dëgjoni bufin e kënetës, largohuni nga këneta, ikni nga këneta, braktisni kënetën. Këto ditë të them unë. Nuk po them hikni nga këneta dhe bëuni antar të Partisë Socialiste, nuk po ja kërkon njeri këtë gjë. Por ikni nga këneta për shëndetin tuaj mendor dhe për shëndetin e arsyes suaj. Ikni nga këneta. Kush